Qatë, se s'mbajnë frenat. S'mbajnë frenat? Po jam plak më 80 vjeqër, sa qajupi. Pa më mirë se një zotëris puna ju e ka Zotëri një musë që ka, vajtë në PS. Me vajtë? Në PS. PS-ja pra të do rrisi pensionet? Këcila, kjo? PS-ja? Jo, është partijere, kjo PS. Kjo PS-ja është partijere? Kur thonë bafsh në PS, e ke gjora? Bafsh? Në PS, është një parti kështu legendare, është PS e re kjo. O, ti e gjithi. Berisha, sot, ka shkuar në SPAK. Bamir Topi, që ishte pjesë e skenarit, pas ka shkruajt në libër se Lulzim Basha e ka takuar të nesër, mos gaboj, për të ndërhyrë tek Ina Rama që të zbus masën ndaj oficerëve të gardës. Gjë e cila është teorikisht e pamundur që unë të dërgoja njëri tek Bamir Topi, që ishte një nga organizatorët që priste zgjatjen e mandatit nga Edi Rama. Berisha ka shkuar në SPAK sot 21 janari. Po lëve kësa herë ka vajtu. Sa herë që ka tirë SPAK? Ka vjetë, aman se në hangërën, po i tani. Bamir Topi kishte... Jo, e kishin lexuar, e morën nga libri. Ata me thanë e ke... Një minut. Por nga nga tjetër, Lulzim Basha nuk e kishte të ndaluar, s'kishte asnjë direktivë, asnjë porosi të kryeministrit që të mos komunikohej me presidentin. Jo, këtë pasazh nuk e di ka deklaruar ministri Brendshëm, por këtë pasazh e kishin marrë, imagjinoni nga ka bërë një tender për bler librin e Bamir Topit, zoti Berisha. E kishin marrë nga Nocturnum i Bamir Topi, se pas ka shkruajt edhe një libër Bamir Topi tani. E keni pa ju librin e SPAK-u ka bërë tender për të bler librin e Bamir Topit. Jo, po flasim, po e sqarojmë. Qëndrimi im që unë nuk e kam dërguar. Nuk ma e mend ta kem dërguar. Po ministri mund të shkuar, se unë nuk kam po. Zoti Berisha, unë di që në atë proces ka kontribuar ambasadori i Shteteve të Bashkuara, i cili ka biseduar dhe oficerët kanë shkuar se i cili janë marrë në pyetje, janë marrë në ndjekje penale, sipas rregullave, po. Zoti Berisha, Ato çka kam deklaruar publikisht përveç Edi Ramës, më shtan edhe kam deklaruar që një zuk me huj ka sjell aty Fidel Ylli dhe ka vendosur diku te një ndërtesë tjetër. Ka që është deklaruar, unë s'kam pagja se u kam të kërkuat pyetjen e ambasadorit amerikan, ish ambasadorit amerikan, zoti Berisha. Duke qenë se ju keni thënë gjatë gjithë kohës publikisht që ambasadori amerikan i kohës ka negociuar, a kërkuat pyetjen e tij nga SPAK në lidhje me këtë ngjarje? Jo, në asnjë mënyrë. S'kërkova, unë nuk i kam kërkuar kujt ndihmë aty. As ambasadorit dhe as njeriu. Duket të tjerë duhet i kenë thënë ambasador, por qeveria amerikane ka patur angazhim të jashtëzakonshëm për të zgjidhur ato probleme. Ka ardhur 2 herë Thomas Countryman, ka ardhur 2 herë në një kohë të shkurtë 2 javore dhe ka ardhur edhe zoti Steinbeck që ishte asistent sekretar, ishte ndihmë sekretar shteti për këtë çështje. Pra, ishte një angazhim i plot i qeverisë amerikane për të zgjidhur këtë, për të ndihmuar, për të kontribuar në zgjidhjen e kësaj krize. Zoti Berisha, ju të hënën bët një protestë përpara kryeministrisë, do të vjoni në mënyrë periodike të zhvilloni protestat apo do vazhdohet. Nuk ka. Pyetje tjetër, besoj se ti si e mendon këtë? Po hiç do vazhdoj këtu. O të keqë jyshi, e mori lumi në bëjtën, SPAK. A i vajti 30 vjetë dhe për SPAK në për konferenca dele bënë... A do zbarë do një 21 janari apo? Valla, ju na pjerë, lesëm 30 mishë kam qenë anë ditë aty. Jo, nuk isha... 30 mishë për Berisha? Për Berisha? Jo, për kombi. Kombi kishë kur ishe në veri bëjtën. Je nga Vlora? Nga Arusha, nga Ujku. Lartë, mali tatari, këti tatari më bje. Vlora ka marrë zhvillim? Zhvillim mirë, zhvillim kanë marrë, dhe bëndi ka marrë zhvillim. Ka marrë lumi Vlorën apo ka marrë det? Kush? Vlorën, e ka marrë lumi apo det? Jo, Vlora ka qënë, është do tjertë patriote, me gjithë vlerat që ka, me unitet, me dashuri për atë beun, me vlerat pa para. Si po duke ndo zhvillimet e fundin Vlorë? Po mirë. Hajdo. A ju bëjnë e qikë puna e tuneli Llogarasa? Po që shë bënë Allah, po që bënë, kanë vjetë gjitha vjetë. Se janë kuajta? Pse luftojnë, pse, pse ata do vinë,
Pse luftojnë për të marrë një vend në shtet? Po shputën gjakon. Dëshmëri kisha herën asko. Kishte ndërshmëri apo frikë? Kush? Frikë ligji dhe po dhe dëshmëri kish po të. Po, ma dënuan babajnë tim një vit burë, për 2200 lekë të viqit. Kur u bëra unë sarakën, më kërkoni dëshmëri penalitet babaj, se shënova në biografi, kam pat babaj një vit në burë, më kërkoni dëshmëri penalitet. E mora thosh, një vit burë, 2200 lekë të viqit, pa kujdesin dhe tyre, jo vjedhje. Se vjedhje, sa po se miraj, a i që 30 ore, ishe burve tope. Këta vjedhi miliona, shput njeri. Sa vjet po me ato klubin Partizani. Unë jam në një familje kam patu 400 lirim tokë mësore. Asë 100 vekë s'kanë dhe, asë 100 fshatë ku ka qenë. Asë 100 s'kanë kompensuar gjë. Për vetën e tyre i mori e Partizanin e qishin këto. Se ishe brenda fisit ty. Me qëndë Tiranës. Jam bë miliardierë. A mendon se do zbardhë në njëherë kjo 21 janar apo? Hajde, me mund të zbardhë, shikon. Po pati në një gjyqtar me tope, do të bëjë. Po pati në një shërvit, në një dështin, sa të shumë. Sipas te duhet një vlonjat që ta bëj këtë? Po jo, më që vlonjat s'ka po vlonjat, aty ka me guzim. Do të thoshë vlonjat ka gjoks. E kemi pas grop, thoshim neve. Tani është mbushur me drejt. Si ka ngel kjo shpreja, vlonjat e kanë gjoks? Qoja që jemi na. Po tani një mot, njësoj janë gjithë, po i kësë. Të keqe gjyshi, ku të shkoj gjyshi në darke? Tek Shqeto, YouTube, Shqeto. Shqeto fare. Shqeto e ke? Shqeto fare. Filmon më, dhe gopin Shqeto në zjerë? Si? Gopin Shqeto në zjerë? Po na erdhi shtek? Jo, më jo. Po gopi asë, pse i thonë gopo? Kush është gopi? Gopi asë në gopë, asë në gopë, pse i thonë gopë? Se s'ngopesh ndonjëherë do? Asë njerë, kur pa jo ngopet ajo pusi. Hidhi uj, sel dhe më thep, iksa një bakabon. Rokash, nga jeti shke gjyshi? Nga jeti, mos i filonore, budola. U që kiqë ajtë putë. Në kam batë pushrinja. Jam nga vajtë.